Në zonën e Albano e Rominës u punua edhe këtë të shtunë për edhjen e asfaltit në rrugë. Punimet që po realizohen nga Bashkia e Vlorës u inspektuan edhe nga kryebashkiaku Ermal Dredha. Dredha theksoi se ndërhyrja e bashkisë synon të përmirësojë situatën infrastrukturore në këtë rrugë, edhe pas ndërhyrjeve të rrjetit Ritu i Sjellësit. Sipas kryebashkiakut, pritet që për të ardhmen të jepet rëndësi zgjidhjes së problematikës së përmbytjeve në rrugën Albano e Romina dhe që sipas tij është duke u punuar për këtë projekt. Një investim i cili kap vlerën e 900.000 eurove, por Dredha tha se po negociohet në bashkëpunim me institucione të tjera për të mundësuar këtë investim. Nëse nuk do të ketë bashkëpunim institucional, Bashkia e Vlorës do ta kryejë vetme. Dhe pothuajse gati është edhe kjo fasha këtu e rrugës që do të marrë episodi sot. Është duke u asfaltuar tashmë. Thjesht bëm një inspektim sot për ta parë. Ne në fakt e kishim premtuar që Albano dhe Romina do të fillonte dhe do të riasfaltojë, gjë e cila në fakt ndikon edhe në trafik, por edhe pjesën e kaosit nga gropat që ishin gjatë mbartura në këtë segment rrugor. Megjithatë ne morëm modelin e rrugës Çipari që i themi dhe patjetër e replikuam edhe këtu. Ka nevojë në fakt të ardhmen të shikojmë një mundësi se si do të menaxhojmë pjesën e përmbytjeve, sepse kjo është edhe rruga kryesore që ne kemi pasur problematikë. Megjithatë kemi bërë një projekt e cila është lidhet me tubën kryesore dhe pompën kryesore që është pak më poshtë. Do të shikojmë si bëjmë një spostim dhe të vendosim 3 pompa të mëdha atje me qëllim që ta evitojmë sa të mundemi problemin e përmbytjes në të ardhmen në këtë zonë, kap gjithë zonën. Është një investim në fakt shkon rreth 900.000 euro, në fakt se do ta bëjmë. Jemi duke negociuar nëse mund ta bëj Ujësiellësi, apo mund të gjejmë bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit, ose do ta bëj vetë bashkia në rastin më të keq se nuk do të gjejmë një bashkëpunim nga institucionet e tjera. Por duhet bërë si ndërhyrje me qëllim që edhe kjo punë që po bëjmë këtu të ketë duk në të ardhmen. Kryebashkiaku Ermal Dredha thekson se si do të bëhet ndërhyrja në zonën të Albano Romina sa i përket evitimit të përmbytjeve. Në rrjetin e tubacioneve, pra thjesht do të bëjmë një spostim të kanalit të tubës kryesore, me qëllim që të vendosim 3 pompa, të paktën kështu e kemi në projekt, janë 3 pompa të fuqishme, të cilat realisht do të ndikojnë në evitimin e përmbytjeve në këtë zonë. Shpresojmë ta bëjmë sa më shpejt, me qëllim që mos të kemi historira të përsëritura siç ju jeni vetë dëshmitar. Dredha theksoi gjithashtu se këto janë investime që bëhen në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe se do të përmirësojnë situatën infrastrukturore në qytet edhe pas ndërhyrjeve në rrjetin inxhinierik. Kjo punë që po bëjmë këtu të ketë duk në të ardhmen. Edhe te Aza ka një tjetër ka një ndërhyrje tani, sepse kompania që ka ardhur ka disa punë që ne kemi përfituar nga Fondi i Zhvillimit dhe do të ecim përpara që të plotësojmë asfaltimet në disa akse të qytetit. Ndërkohë që jemi shumë të orientuar apo kemi në si prioritet gjithë segmentin ku do të kalojë edhe pjesa e Xhiros së Italisë, fakt është datën 11 maj. Gjithë segmenti rrugor ku preket kjo xhiro do të riasfaltohet, do të bëhet tamam që të jetë standardet të shfrytzuar dhe nga organizatorët e këtij aktiviteti, i cili ndiqet nga 200 metra të botës. Kështu që edhe imazhi i qytetit do të jetë standardin e dur, ti përcjellet pastaj të gjitha shteteve që do të bëjnë live këtë aktivitet.